Koajon debat nga Nikol Lesi. Hajde në Shqipen nga çdo anë, më 13 qershor në Tiranë. Mos e humni këtë ditë magjike, që ta heqim zgjedhjen bolshevike. Ta largojmë për gjithmonë, për të mirën e kombit ton, na i zbrazën të rinj tanë. Piliqi s'ka patu frikë, as nga Berisha, as nga Dian, unë do t'i heq zvarë, por ja kam lënë popullit shqiptar që t'i heq zvarë një nga një, po jo vetëm ata. Natën 13 është marshim me qytetarë. Marshim do vinë po thuaj 1 milion njerëz. Shqipoj për liri e për bashkim gjithmonë. Përshëndetje shikues të gazetës Koajon Online. Jemi një edicion special sot, data 13 qershor, shtunë. Në fakt në emisionet tona kemi çdo të mërkur në orën 20, por po bëm një përjashtim për arsye se ka një protestë madhe sot, por ka dhe një këngë hymn që ma dërgoan stafi, profesori që kanë ftuar në studio. Kanë të ftuar njëri shumë popullor, karizmatik, i vendosur kundër korrupsionit, për të luftuar të keqen e këtij vendi, dhe ky është profesor Pëllum Pilingji. Faleminderit që erdhët. Dhe unë ju përshëndes. Për herë të parë desha të thoshe mua më ka kërkuar gjithë televizor që është e vërteta, dhe nuk kam pranuar për arsye se shumë shpejt këto televizorët janë hapur, do mbyllen për arsye kam bërë korrupsion. Është fjalë mare të thuash, po janë anti-shqiptar, unë i kam njohur, sidomos ju e u kam njohur që në fillim. Unë kam ardhur në 90-ën. Sidomos në 92-shin ju keni hapur gazetën me të parë Demokrat. 91-shin. Urdhë? 91-shin. Po, do me të thënë njerëz, po unë kam ardhur me nëntor të 90-s në Shqipëri. Për çështjen e ambasadëve që ju hapin që u rregullua. Gjera. Por ju hap një gazet, vërtet hapi e quajtur Partia Demokratike, e hapi, pas ishte Parti Demokratike, ju keni hapur gazetën të famshme, Gazetën Koajon. Koajon, që dilte çdo ditë dhe pash edhe tani, pash edhe fotot, që është e vërteta ju i keni fotot, po edhe ne i kemi fotot. Të gjithë planet që janë bërë në Shqipëri. U kam njohur, e bilem keni qenë edhe deputet, jo pse je mërditor o malsor, po vërtet ke hapur një gazet që në fillim dhe gjitha ata njerëz që ti ke futur në gazet, sot janë në për televizorit e tyre, po kanë një gjimë të keqe. Janë agentët të serbit e të grekut. Unë e kam zjerë dhe që unë flasë hapur, pak më intereson për njerëzit. Unë i bje drejt. Sidomos a i Fevziu, a isha agenti serbit. Unë e kam zjerë duke gjitur në OTB-ja. Pra janë pasur. Kjo është akuzë, profesor? Duhet dokumenta? Unë e kam zjerë me dokumenta duke hypur në OTB. E kam zjerë. Mund të ketë shku për intervistë, profesor? Urdhë? Mund të ketë shku për intervistë? Po s'mund të vesh në OTB-ja, unë kam qef të më pyet ku do zemrat se ti e një nga gazetari i shkëlqyshëm, e një politikën e Shqipërisë shumë mirë, i një të gjithë këta, por unë flas hapur. Dhe unë kam marrë për kombi këtu. Profesor, nëse më lejon, se kjo është emision Koajon debat, duke ka intervistë debat, do ndërhyjmë ndonjëherë. Të ndrysh kur të kesh dëshirë. Unë thash një herë është edicion special për protestën e sotme që kishte bërë në fillim, nuk e di, e dëgjoj e dha regjia, këngën hymn, një këngë shumë e bukur, për sot 13 qershor. Çfarë do ndodhi sot më 13 qershor? Unë nuk e di kush e ka bërë atë, ne i kam dërguar. Po ishte shumë e bukur, profesor. Ajo është për shqiptarët, për t'i thënë realitetin. Sepse, zoti Leci, të them të vërtetën, ne e zgjuam për kombin tonë. Në ato mënyrat që kemi ne, e bëm që ka, po thuaj, 11 ditë, gjithë televizorët e botës që nuk e dini ku binte Shqipëria. Edhe presidenti Amerikës që është, me ato tru që ka ai, nuk i thoshe Shqipëri, po i thoshe një shtet tjetër. Pra nuk e jini, ne e bëm në atë mënyrë që janë ngjitur shqiptar
kudo që janë, televizor deri në Kinë, flasën për çështjen e kombit Shqipërisë. Flasën për korrupsionin. Data 13, Pra sot. sot, është data e fundit. Data e ngritjes të Shqipërisë në paqe për të takuar vëlla me vëlla, me motrën, që janë ndarë. Unë s'dua që të rëndoj ty, po më besoj se a keni vëllezër. Kam. Besoj që nuk shkoni mirë. Ja, shkoj shumë mirë me vëllezër. Po, më besoj disa, me 5% të familje. Shumë mirë. 5%. Sa shumë më thot edhe Aleksandri tim që unë shkoj, por ka arritur regjimi sërb edhe grek, i ka shkatruar shqiptarët. Me 7500 njerëshin, i kanë dalë nga burri, nga gruaja, në gjyq ta nuk janë gjyqtarë, i kanë bërë në atë mënyrë që dhomën jep me kuzhinë, tjetërit jep, burrit jep një krah tjetër, për të vrarë, për të eliminuar. Pra, Profesor, ja, debate kemi, jem ka Okej. dhënë vetë. Tani sot është 13 qershor e 13. procesine dhe pranaj është edicion special. Nga kënga hym, nga thirrja juaj që ishte thirrje patriotike, patetike e madhe, që thatë sot bëhet nami. Ma përkthesh Shqip, ç'a ndodh sot? nami bet në këtë drejtim, si që thashmë para, sot vinë nga Amerika, nga gjitha në kanë Nga gjithë trevat. Po, vinë për arsye sepse atë demonstrat që ka dje ishte data 12 herë, ne organizojnë. Por, Protesta organizohet nga ju? po, direkt nga ne. Edhe protesta që e nëzore paka shumë të aty, të Maqedonisë, e organizojnë ne. Unë kam qenë 2 ditë. Me jo të bëj pyetje? Po. Deri tani organizatorët, profesor, kanë dalë disa djemë dhe vajza në podium para kryeministisë që thonë jemi ne që s'ka asnjë parti politike. No, s'janë ata. Ata dualë si kërpudhja, e se kush ta marri i dërgovi Edi Rama, i dërgovi Berisha, se janë bashkë, por ata janë kotë. Mendon se ka infiltrime nga Berisha dhe Rama, nga këto drejtuesit që ka nga drejtojnë? Greqia, do me thënë si, se duan që të shpërthejnë të vritin njëri me tjetrin, sidomos Këtë përplasje civile. Po, sidomos Edi Rama e bëri qëllimi i dje. Por, unë kam dalë në orën 1 dhe i kam thënë edicioni, Edin e njo. E njo më mirë se ty. E njo nga brenda. Edin unë e kam shpëtuar nga burgu 2 herë, njërë Bruxelles, njërë në Paris, ka qenë burg për çështje vjedhje. Presidenti që është sot në Paris, janë shok, të dy kanë ndenë mbi urët. Por politika botërore i ka bërë të gjithë, ka marrë ata që ka qenë spion për rrugët dhe i ka bërë presidenta, kryeministra. Ti shëgoje vetëm i gjë, kush është deputeti i Greqisë, kush e prezanton deputetin e Greqisë? Një rrugaç, një anti shqiptar, ka vrarë një ushtar në gjumë, ka vrarë oficerin, do me thënë, të gjithë parlamenti, që unë më pyet sa duash, tëra parlamenti evropian, o ministrat, o të Italisë, këtu kanë bila zotni. Këta që kanë gjoja emrat, si për shembull, nuk dua ta zepoj, ai një gazetar, që e zua pak më para, nuk kanë hotele, i kanë sërbë. Berlusconi ka 7 hotele këtu. 7 hotele në Maliropit. Pra, ministrat, këta gjoja e kanë, këta që thonë oligark, si Manja. Manja s'ka brek. Profesor, të bëj një pyetje për sonde? Po, bëj. Kurioz janë gjithë, po ndjekin live emisionin ton dhe do thonë, dakord 13 qershori datë e madhe, do jetë mira vetë. Sa tjetë? Thatë edhe ju keni bërë një lajmërim në portalin tuaj, në media tuaj gjitha. Po jam kurioz, profesor, a do shkoni të flisni para kësaj turme që ti entuziasmoni, që ti ngreni me pasion, me patriotikë, të dalish para turmës, dhe thuash, se ato të njohin gjithë Shqipëria, të thuash 1, 2, 3 gjëra që ti precizosh sakse, dhe tash turma është pak si amorfe nduhet ajo. Pra, a është e nevojshme që ju duhet të shkoni patjetër sonte? Dhe kam bindje që unë jam atje para orë 5. Ne kemi përgatitur besoj gati 1000 flamur të mëdhenj, të vegjël. Me shqiptarë dhe amerikanë. Shqiptarë dhe amerikanë. Që se keni parë do njëherë këtu, ti marri kush këtë dëshirë, do regjistrohet emri që ta marri. Si do dhëroni flamuj të mëdhej? Po, janë shumë flamur të mëdhej. Si ato që i ve Edi Rama që janë të grisur, të Shqipërisë të mëdhenj në përshtyllat. Kemi gati 2000 copë që ti shpërndajmë. Po që ka masive atërë, profesor, sot dhe flamuj shqiptarë, amerikanë. Masive. Do jetë, ja, shojmë këtu paka shumë një pam, një foto,
Besoj do jetë mbushur sot pas dite në orën 6:30 pak a shumë. Këta janë gjithë tonit, të organizuar, të rregulluar, janë të gjithë ata që s'duan regjimin serb e grek në tokën tonë. Po aty profesor, pra ju sot do flisni. Po. E para. E dyta, aty kam parë, unë dhe gjithë tjerët që ka dalë Arlin Qorri, Agron Shehej, dhe këto me sa japin të kuptojnë me shumë finesë që jemi Që ne do pas janë. tyre. Janë këta apo? Jo. Ti e di më mirë se mua, unë po e them. Shqipëria ka 2 parti. Kur ka mërë të më në 10-ën, Ramizi më ka dhënë 5 parti. Me firmën time ka qenë president Berisha. Dhe sot është kryeministër Berisha. Pra, këto partit të Alim Qorrit, të Sheut, të Adriatik Lapaj. Lapajt, janë të financuara të gjitha, se Berisha ka sjellë prerë të parë, atë të hajdutin më të madh që ka patur Evropa. George Soros. Ka sjellë Berisha. Berisha ka sjellë prerë të parë kolonelin, që ishte e Po me prish. Soros se sikur u prish Berisha, pa të sherrët më. Këto janë politikat. Berishën e keni sot që flasur në këtë moment, është kryeministër Berisha. Flas me kompetencë, Si jo kryeministër Berisha? kryeministri i Shqipërisë. Është Edi Rama? Ja, është kuku. Si kukull, profesor? Do me thënë, edi shko ku duash, fol si duash, vishu si duash, është Berisha. Deri Berisha i drejton gjitha gjërat? Zot ne kemi firmosur për 32 vjet të rritë të Shqipërisë. Të ngrishet, të vini të haj. Ju mendoni se kanë marrëveshje të dy Rama me Berishën? Po jam unë që kam firmosur. Më në 23 nëntor ka qenë Berisha, Gjenushi, Ceka është gjallë, Po në Ritan Ceka. ka qenë parti që mi dha, me ai 5 parti, me 90-ën, Sabri Godu? 23 nëntor. Sabri Sabri Godu Godu. agenti mi madh që ka vrarë Jo, patriotë të jo, Shqipërisë. profesor, se ka ndruar jetën në botën tjetër. Jo, Jo, të lutem. do hapi llogari. Ja, Që ka vrarë Kret, Tropojën e Kret Mirditën. Profesor, merremi me këta që janë gjallë, Jo. Berishën dhe Ramën. Po, Tani, ç'a ndodh sonte dhe javën e ardhshme, siç thuhet në portale, kam Po. dëgjuar se do ketë arrestime të mëdha nivelit arrestimet, me qenë se do për arrestimet, Spaku është përhapur këtu, që zben asgjë. Spaku paguajt 100% nga Amerika. Po, dihet. Dhe unë jo të gjithat. Ka firmosur. Fletë arrestimit duhet ishë arrestuar 85 veta para 6 ditëve. Janë mbi tavolinë. Sa? 85 janë gazetar, Flet arreste? arrest. Janë gazetar, analist, edhe kurse Politikan? Urdhë? Po politikan? Janë po 85 janë analist, gazetar, Shumë që janë të shpërdare në për Evropë. Shumë profesor të dhe Do pjesë, s'jam se po. nuk ngel më studia si e ke analist, gabim. nuk kemi më drejtues Ti emisioni ikin me gjithë. këtë se bërë përmend e ca fytyra mua atje, Te arkiva ku ajon. e 9% ata janë për të arrestuar. Dakord. Vazhdojmë këtu, profesor. O, Me Ramën ç'a ndodh? me Ramën, Po e dua ftoft logjikën. Rama deshti këtë para një javë. Të jep të dorëheqjen? Po, unë e kam ndaluar. Për arsye, se unë flas hapur këtu. Pse, profesor? E kam ndaluar për arsye se Berisha dhe spionazhi serb, edhe grek, duan që këtu të shpërthejnë, duan të eliminojnë vilat, hotelet, kullat. Për arsye se kullat e vilat do t'u jepë shqiptarëve. Kjo është gjë që disa, unë nuk e mesoj, thot, të marrë një vil, po do marrë një hotel e një vil gratis. Nga Maja e Malit vit marrë një hotel, sepse gjithë këtu janë 1.200.000 vila, hotele në Bregdet. E janë të gjitha, si që... I takon çdo shqiptari atë se 1.200.000 kemi njerëz, të tjerë kanë ikur, nga i vil marrin gjithë shqiptarët. Jo, kullat që shini ju, do bënë apartamente. Për shqiptarë. Si apartamente? Apartamente. Të marrë. Këtu, Ju thoni, profesor, se do të që ju vini nga Unë Amerika, flas në- ju jo, vini nga unë Amerika, flas në një emër- shtet kapitalist, Jo. të konfiskosh pronën një tjetër private, po se ka të thinë. a që e ka vjedhur, Po ja e zemë këtëre, se po e ze shumë, më vjen keq, Do thoni që Blendi, më vjen keq po të ze. Kam vajtur, thot, me gjithë një sërp, që është, nuk e përmend emrin, që rrit dhe Blendi, 280 shtete, thot, kam mbredhur. Familje tjo, zontnis, ka patur qitjane, mos them brek. Ja, profesor. Jo, unë jo si familje. Profesor, se je burri i nderuar. Se ziu shetit në përbot për t'i dhënë shqiptarëve pamje të ndryshme. U, Ai lodhet, pamje t'japi ai? ai lodhet bile. Pa,
Lodhet ai. Bile një kolegi im, Juri Rakipi, që është moderator i shkëlqyer, ai thot pak me humor ndonjëherë, thot Niko sikur kishim bërë 1/3 e Blendi Feziu në përballë, po se kemi bërë 3-5 tete kemi shetitur ne. Por ndjell një herë profesor te kjo e protestës, profesor. Se kjo është Vend e protesta. Protesta unë sot në orën 5. Qose më lejon. Ju do shkoni dhe flisni. Pa. Edhe mund të flasë ti kush do ishte i lirë të tregoj historinë e familjes së tij. Se ju thatë jo, atu mund të flasi kushdo. Kush të ketë dëshirë të flasi historinë e tij, familjen e tij, se unë po pajtoj shqiptarët për arsye se Amerika është 100% me ju. Mos mendoni çfarë thot presidenti, as e pyet kush. Unë jam në Amerikë, zoti. Unë nuk jam sot. Familja ime ka sjell ambasadorin e parë, ajo ambasadë shtimja, ajo toka. Ka sjell gjyshi Ambasadës amerikane? Amerikane. Ambasadori është aty. Nancy është ambasadorës. Do vijë, nuk është ngarkuar. Është në rregull, ju nuk i kuptoni ambasadat. Pse nuk flet ambasada? Ditë që kam erdhur kam thënë, ambasada mbaroi punën e saj. Juri Kim, njerë vinte de Berisha, njerë de Edi Rama, për të përqarë. Më në fund ja tha Berishës do hash barë, Edi Ramës i tha s'kam punë me ty, që të kuptonte. Po shqiptarët janë ajtë të lodhur, ajtë të frikshmë, sa Edi Rama i mblodhi gjithë me imponim, vajti Vlorë me 5 makinë, me 5 autobuse. Studentë të zuar jashtë. Mori njerëz... Po, njerëz me vete. Të gjithë ata njerëz që ishën dije, Edi Rama kishte tërmend të bënte sepse me 5 konflikt të dikte Shqipërinë. Në datën 6. Profesor, po se ti e burri mençur në këtë punë tash edhe ke. Po flas me kompetencë, nuk flas unë fjalë sokaku. Ke edhe informacione se ke Amerikën pas të tjerë. Unë jam në Amerikë. Po jo, ke edhe Amerikën pas, si ne dim se ke shërbime të forta pas vetes. Tani ç'a interesi ka kryeministri që të fusë një konflikt civil që të largojnë? Ja ç'a interesi. Si iku atëherë fatos në anën 98. Ja ç'a interes kanë. Kanë që mendonin ta shymnë ja 2 muaj. Do me thënë, s'di ku të venë, se këta kanë kërkuar strehim, sidomos Edi Rama ka në fundin e 3 ditë në Izrael. Strehim politik? Po, Edi Rama nuk e pranoi. Në Izrael? Apo? Izrael ka vajtur, në Kinë ka kërkuar strehim politik, në Rusi ka kërkuar strehim politik, në Kore komuniste ka kërkuar strehim politik. Po Berisha? Bashkë të dy, që thotë e heqë në grada. O zoti, nuk i që në grada. Në grada të i bim ne. Nuk i bën as presidenti as njëri. Po fakt, aty doli departamenti amerikan i shtetit dhe po jo, zoti, mund të vijë në Amerikë. A marrë mend erdhi një mjekro këtu që mori 2 milion dhe Berisha? Që erdhi, Gjoja ishte sekretari president Amerikë. E pesi thaj, të nesme në mëgjes, s'kam punu, tha me Amerikë, kam merë punë private. Pra, zotni. Pse mori para e? 2 milion, kam marrë ditë. Dollar? Dollar. Në valigjë. Po nga i mori Berisha, Berisha është i vashur, ka vetëm një shtëpi të vogël, dhomë kuzhinë, thotë e, si? Berisha, unë e njoh personalisht, Berisha nuk është budall, shumë i zgjuar, shumë intelektual, po Berisha e mori me qaf, ajo që i rrinë vërdall, ai doktor Sheu, ata Noka, pjesa servilave, pjesa... Ata janë pisat, e muar me qaf, u pasuruan, e muar me qaf fëmijët e tij, që Berisha ne shëgojmë çdo milimetër, si fle Berisha e si flen të gjithë. Sepse ne, Amerika e do Shqipërinë. Lufta e tretë që është tash hyrë, s'keni para akoma, prisni këto ditë që do bëhet. Shqipëria nuk o ditë. Qyqëllimi është i bashkimit Shqipërisë me kufin atyre. Si, falë profesor, si lufta e tretë botërore? Kjo lufta që ka filluar. Amerika deklarovi e partije të tërë presidenti, ai presidenti që e qëllovi, e lajmëroi tha, s'kemi punë me Izraeli, 75% ka përfunduar. Por nuk të regohet. Sepse kryeministri i Izrael vrau veten e tij, është dënuar 2 herë nga, do me thënë nga gjyqi ndërkombëtar, është dënuar 2 herë, e kërkojnë, do vini 2 milion e gjysmë zot një ishull. Ishin që fut. Jo djali dhe ndrit. Kumo? Zvërnec. Pa. Ja. 2 milion e gjysmë. Izraelit? Izrael, që fut. Edhe i ke mjaft. Po ku i merr 2 milion e gjysmë të profesor? Ato sikur të si mizat, si milion. New York, e që New York? New York është gjysmë. New York është gjysmë në sipërfaqe të kësaj. New York ka qenë një shkëmb. Është blerë 25 senca nga indianët.
Sot janë 11 milion në New York. 11 milion. Aty mendonin që të bëni një shtet për vete. Po sa jemi gjallë ne, tëra këto janë, thash e theme, 1 centimetr nuk do barrën tuaj. As i zi, Profesor, e as i verë. profesor i nderuar. Këto punë të rajonit dhe të botës unë po i lesi, nuk marrë vesh shumë, Okej. po kthehem në Tiranë. Merr vesh shumë ti. Po kthehem Të në Tiranë. lutem. Qa ndodh sot dhe si keni menduar ju nëse do ishit nesër kryeministri i Shqipërisë, 3 gjërat kryesore të para që do bëj. Që do bëj. Do em kryeminist. Dakor, po çfarë 3 gjëra se Sot i themi shqiptarëve këtë. Do din nga ju çfarë do bësh Ja, profesor. shqiptarët sot i themi, këta përfunduan, i kemi në dorë, si ka dorë fari spaku. Urdhë japëm ne, këta arrestojnë në minutë. Ne kishim arrestuar me kohë këta, po e di pse kemi lënë, apo ju se kuptoni. Pse? Që t'i shihni ju, t'i shohim shqiptarët, kur ta shohësh ti Perishën, Edi Ramën, e Gjenushin, e Cekën, e të tjerë, t'i shihni në gjyq çka u kanë bërë ju, me kë ka bashkëpunuar. Kur t'i shihni të nesme në burg me zinxhir nga këmbët 2 metra, duart që të punojnë. Kur t'i shihni ju kur bim pushim në burg atje si Ilir Meta, që të rrinjë një me tjetrën, që këte janë lumi i lumi. Thua profesor, kur ti shkojnë qeli bashkë, Rama, Berisha, Do rrihen. Velia do rrihen me njëri tjetrin? Lum, Po psi? janë lum. Si do e lini? O zotim. A do jemi me zinxhir në përkëm profesor? Si? Do punojnë, Si do punojnë? që në mëngjes si Texas. Do rri polici Majkalit, shqiptar dashur. Kjo do bëhet, te gjithë këta, ne po dëdomim, i këshëm arrestuar, e eliminumim. Po t'i shihni ju, që kanë bërë spionazhi grek, ai kryeministri, ai Palaqua, le të vi po ta provoj. E arrestojmë ne apo se arrestojmë? Jo këta. Në konflikt diplomatik dhe profesor? Jo, profesor. jo zoti, këtu erdhi një ambasadore nga Greqia. Po erdhi, po. Erdhi dha direktive iku. No, ne e nëzuar në foto. Pse? E pe nga ambasada amerikane të vishte njeri? O zoti, Jo. Ma thuj. ajo është një rrogaçe, Jo. ajo është për gjyq, po mirë, ju jeni mësuar me frikë, thoni. Ja, sa është punë frikë. Mas thuj profesor, Zoti, je burr zoti. ambasadat, jo. Mas thuj, sa Me ka përmendur 1000 herë. Unë jam shqiptar, milion vit. Unë jam amerikan për 250 vjetë. Familjet shqiptare, ta mbash mend këtë, Bushi, familjet shqiptare e kam pasuruar në Amerikën para 250 vjetë. E kam pasuruar, e martuan babën e generalit, do me thënë, është me nën shqiptare nga Tetova. Pra, Amerika është me ju, me shqiptarët, jo me këta. Po do thua që pse ka kohë i lanë, kur kam ardhur me Bushin më 90-ën këtu, Me Bushin e vjetër. me plaku. Plaku. Unë ka filluar punë që me 75. Pra, me Bushin plak ta marrëm Shqipërinë për shqiptarë. Po. Unë kam nga Shqipëria në moshën 27 vjeç. Unë e kam ditur Shqipërinë më mirë se ty. Ti je i ri. Do tha, I kam do vite, profesor, i kam do vite. Jo, si ke. I kam do vite. si ke vitet, po. I kam sa vite. I ke patur, Profesor, se ke shumë i ri. Profesor, Pra, tani duke, që me qenë sa është edicion special dhe për herë Po. ka minutat kufizuar Po. dhe regjia më bën me shenjë se Okej. ka drejt fundit, si nuk është emision normal E as kuptoj. jashtë rrave. po, Me pak fjalë, sot është 13 qershori, ditë e shtunë, protestë e madhe që është bërë thirrje gjithanej. Si do jetë mesazhi për popullin e madh opozitar, njerëz të ndryshëm që do ngjihen sot në shesh? Një thelbi, Ja. që mund të drejtohesh që ta dim. ja, të drejtojmë. Po. Të dashur shqiptar, demonstrata djeshtë e 12-ta. Ma përpara, populli shqiptar ju nuk grishit. Kishit frikë, sepse dikush punonte në qeverinë e Berishës dhe të Edi Ramës. U kam thënë gjithmonë, Shqipëria, Berisha është kryeministër që me 90-ën, me 23 nëntor të 90 ku kam martuar. Ka ngelur gjallë nga ata që kanë qenë, kur unë kam firmosur, Berisha, Gjenushi, Ceka dhe Nanua po ka vdekur, e sa brigotur. Pra, të dashur shqiptarë, sot në orën 5, gjithë shqiptarët duhet të jenë, duhet pajtohet motra me vllanë, vllai me vllanë, me djalin, të pajtohet fshati me fshat, qyteti. Pse?
7.500 që e bën për të vrarë shqiptarët. U dhanë nga 300 metrë të gjatë, 10 metrë të gjerë. Që të beshin 3 hasmë, të këtheshe ato kombanja o makineria, do godiste më të djathtë, do këtheshe më të majtë, do shtynte mbrapa, 3 hasmë. Të dashur shqiptarë, sot do të çlirojë Shqipëria, nga armiqtë tonë shekullor, të dyja partitë, dhe satelitë e tyre shehu që janë ata rrugaqëria, që kanë hapur këtu call centri, ndërmjet spionazhit, francez, engles, sërb edhe grek. Shqiptarët janë të garantuar. Sot do të them shqiptarëve të pajtojnë njëri me tjetrin. Do bëhet qeveria teknike. Le shton këta. Qeveria teknike bëhet për këtë arsye për 3 muaj. Për të ndarë pasuritë. Çdo pasuri që shihni tokën e Shqipërisë. Ju i shikoni vetë kodrat e Tiranës e të gjithë Shqipërisë. Dilni më darkë, nuk kanë drita. Sepse janë të ish ministrave të quajtur Bashkimi i Evropës, që do bëhet copa, se kush do jetë më vete, shumë shpejt. Ish ministrat, ish presidentat, a i mbani mend dashur shqiptarë që Edi Rama, një rrugaç, një pa fytyrë, që unë e kam nxjerrë 2 herë nga burgu, njëherë në Bruxelles e njëherë në Paris, për çështje vjedhje. Të dashur shqiptarë, duhet të bashkoheni, të lini minjan. Çdo gjë që është tokën e Shqipërisë e keni ju. Sot është dita e fundit. Unë e kam lajmëruar Spakun dhe i kam thënë, jo, unë jam kryetar i partisë. Unë jam i Shqipërisë të kombit, për bashkimin e Shqipërisë. Unë ju kam thënë ju shqiptarët që Kosova për një vit e gjysmë, 7 herë, përsëri do filloj, do bëj zgjedhje të tjera. Ne nuk e lejmë as Kosovën, po mos ngriti këtë flamur, Kosova, Maqedonia, Malizi. Kosova duhet ngrejë këtë flamur dhe flamur e UÇK-s. Në Kosovë, si në Shqipëri, kanë filluar, kanë mbjedhur. Shumë njerëz më kanë thënë për disa familje në Kosovë, që nuk i po i zemrat, po ka vëllezër të vrarë. Nëse ka vjedhur të bëhet gjyq popullor, është e vërtet, po jo në Agë, dashur shqiptar. Aga nuk është tona. Aga është e Serbisë, aga është e spionazhit. Ditë që bëhet qeveria këtu, do bëhet 80 deputet nga ju shqiptar, që keni 85 vjetë s'keni votuar. Ju thoni ke votuar. Para majt, ne kemi dhenë Edi Ramës 74 deputet. Unë kam thënë 3 javë për para. Ju vërtet thoni e keni dhënë kuti, po nuk e keni hedhur. Për arsye, duhet ta mirëte njëherë Berisha, njëherë Nano. Dikush mund të thotë, po një minutë, s'ka qenë, ka qenë Lulzim Basha. Jo, dashur shqiptar. Lulzim Basha ishte Lulzim Basha. Lulzim Basha s'është as jurist. Gjoç Sorva e dërgovi, harrovi të vinte në universitet, vajtimi i klub. Pra shqiptar, do zgjidhen 80 deputet, nga i fshat, nga i qytet, jo si tani ta marrësh nga Shkodra e ta çosh te Pelin. Ajo është regjim bolshevik për të përçarë shqiptarët. Dohen 80-41 senator. Senatorët duhet të jenë ekonomist, jurist. Nuk dohet asnjë nga këta dashur shqiptar. Falë profesor se po të nërhy, Ja. se ishte mesazhi, po mesazhin tjetër besoj të japish turnës së madhe, që të mos jau shujmë kuriozitetin. Tani më dole pa dashje, ka pa një vesh senator. Je për idenë e senatit që ka thënë Rama dhe Berisha? No. Çdo gjë që ka thënë Berisha, të qeveri teknike, duam 80 deputate, jo, po duam 100, e shtuan e një, e shtona. Berisha shkon në këmbë tonë. Si këmbë tu e Berisha? Berisha thot s'pyes njeri, mo. A është edhe nga tropoja ku pyet njeri Jo. Berisha? A i thot kështu, gjithçka thot e bëj për kombin. Jo, unë e jo Berisha. E kam respekt për një gjë. Që? Sepse Berisha nuk është si Edi Rama. Nuk është si Fatosi. Fatosi ishte elastik, qefli, pinte, si beshe vonë. Fatosi thoshim në haqë do esh kryeministër. Fatosi ik me në thetetën, sepse do vinë me arkivolin e Azemit. Iku. Fatos, hajtë përsëri. Iku Maqedoni. Hajtë përsëri. Këtu ishte. Hajtë përsëri. Vite vadë. Kurse Berisha, kur e firmosëm ne, Berisha nuk lëviz deri atë ditë që Berisha do arrestohet. Atëherë profesor,
Duke shkuar drejt fundit të teleshikues nderuar, jemi në kanalin e Koha Jon, në YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, webin portalin kohajon.com. Kemi 1.2 milion ndjekës, kështu që po na ndiqni dhe mundoni t'i bëni sa më shumë për ta përhapni këtë video para protestës, se prandaj bëjmë këtë emision special. Duke përfunduar, falenderoj profesor Pullum Pilingjin, por me lejoni edhe njerë ta shkel pak rregullin e regjisë, kështu ngelim nga njerë, shkelim rregullat. 2 minuta profesor, jo më tepër, se me regjia pash me ka vend kofizim, se këtu vendosin këta gazetarët, jo unë si pronari i gazetës. Në protest ju do shkoni. Po. Dhe çfarë, në qoftë se ta zëm dikush tenton të mos lejoj të flasësh, çfarë më ndodhi? Po ne kemi marrë lej, të dashur shqiptarësh, lej nga drejtori i policisë, nga bashkia, pavarësisht se dofta nuk donte bashkia, po kemi mënyrat tona që firmose këtu kemi lej. Ne kemi i pari, do të di tërë shqiptar. As Berisha s'ka marrë lej, por unë këtu, drejtori i policisë, nëse ti do qëndrosh siç ke qëndruar deri para 4 orëve, ti do mash mend histori. Atë që ne deshëm kur Berisha e bëri, dërgovi civilat e bllokove në vend. Pra, policia është në gatishmëri. Pra, profesor, sonte shqiptare do të ndjekin ju live dhe mesazhet tuaja patriotike dhe kombëtare për si do rregullohet ky vend. Po, si do rregullohet dhe ky vend mori fund do rregullohet. Amerika është me vete, do bësh Shqipëria me kufin natyror. Unë ta thash përpara, e kuptoj njerëzit. Mos ma fillosh emisionin nga fillimi, profesor, se më morin qafë në regjim. Unë erdha këtu sepse të njoh. Mua më ka kërkuar gjithë televizorët. Lutem, e sidomos të falenderoj shumë. Miku im, ta them, Rakipi, të falenderoj. që ika, më lutet 1000 herë. Nuk vete, di pse s'vete, se janë televizor anti-shqiptar. Ja, do të shkosh te janë televizor. Te Ylli Rakipi do të shkosh. Ylli Rakipi do të ketë hekurat. Ja, po le, se nuk. Po zotni. Të dëgjoj, do të shkosh patjetër. Tani, edhe një herë. Të nderuar shikues, sonte në orën 18 sa, nuk e di si vjen ora, do ndjekim live nga protesta para kryeministrisë, profesorin e nderuar Pullum Pilingji, i cili është shqiptar në thelb, po edhe amerikan i vërtet. Faleminderit. Unë të them vetëm fjalë. Kam diçka për ta në bëjë. Regjia dhe 20 sekonda nëse mund të di lutem. Të dashur shqiptar, ejani në orën 5 dhe dilni në tribunë është shumë e vogël. 2-2. Është për ju. Dilni dhe tregoni hallet tuaja, pajtoni me motrën e me vllain. Shqipëria do të bëhet me kufi natyrore. Kosovën e keni sonte këtu. Të gjithë shqiptarët, gjitha anti-shqiptarët, që janë për televizorë, që janë në parti, këta kanë përfunduar sot. Profesor, më falë, se prapë ke misioni, se misioni im përherë shumë nga tema të paparashikuara. Mitingu me sa di unë është në orën 6, ju thoni në orën 5, në orën 5 e dim. Ju do filloni përpara. Do më thënë, do filloni përpara në 5 ju, dhe pastaj do mridhet turma që është e orës 6, apo si do jetë? Ne kemi në 5 deri në 9, apo sa duam rrim ne. Sa të duam. Shqiptar do ikën marshim më vonë, do flasi kush të dojë, dhe unë me që gjeta rastit, je i hapur të flaq realitetin çfarë ti ke bërë ditën e parë me gazetën me fam, Amerika e ka në Amerika ato pjesët tënde. Unë ta thash, ti më tregove ca fotografi. Jam në arkivët e Amerikës. Ti më tregove ca fotografi aty. Ne kemi më të mirë se tënde. Profesor, të falenderoj. Të ftoj të vish ti thua shqiptare, kush je ti? Të falenderoj sinqerisht për emisionin, për shputjen nga punët tuaja të shumta me ngarkesë të madhe që ke sot, që erdhën në emisionin tim special. Por nëse do vi në protestë që do vendosim, do vi bashkë me Ylli Rakipin. Faleminderit, mirupafshim. E keni të lirë. Koha Jon Debat nga Nikol Lesi.